Rreshjet e dendura të ditëve të fundit kanë shkaktuar dëmtime serioze në infrastrukturën rrugore dhe atë të ujësjellësit të disa zona të qarkut Gjirokastër. Rruga Asim Zeneli që lidh fshatrat Saraqinisht, Tranushisht, Krin dhe Antigon është dëmtuar rënd si pasojë e prurjeve të mëdha të ujit, duke lënë banorët e këtyre fshatrave thuajse të izoluar. Kjo është hera e dytë që segmenti Tranushisht Krin rrëzohet nga rreshjet, ndërsa bashkia ka ndërhyrë vetëm për pastrimin e inerteve dhe hapjen e përkohshme të qarkullimit. Për stabilizimin e situatës kërkohen investime të mëdha pasi terreni i rrëshqitshëm vijon të paraqesë rrezik. Përveç bllokimit të qarkullimit, banorët po përballen dhe me mungesë të ujit të pishëm pasi është dëmtuar linja ujësjellësit që furnizon të gjithë njësinë administrative Antigon. Situata paraqitet e vështirë dhe në zonën e Zagorisë, ku rruga Sheper Poliçan rrezikon të bllokohet plotësisht si pasojë e rrëshqitjeve të dheut. Po ashtu aksi Su Poliçan në bashkinë Libohov vijon të jetë i bllokuar për shkak të dëmtimit të një ure në hyrje të fshatit Su. Probleme janë raportuar dhe në Lazarat, ku hyrat e shumt kanë marrë me vete një pjesë të rrugës, duke e bërë qarkullimin shumë të vështirë. Ndërkohë furnizimi me energji elektrike mbetet problematik në disa fshatra të Dropullit, ku ekipet e OSHE-s po punojnë për riparimin e avarive.